Ani ju? Por zotri, mos më identifiko me Sali Berishën mua, se po ka një njeri që është identifikuar në politik, kundër Sali Berishës jam unë. Shkëputur, ka kohë që shkëputur. Është shkëputur nga Berisha. Është shkëputur nga Berisha, ka kohë që është shkëputur. Prok, sa i përket referendumit, sigurisht është një temë për cilën duhet kemi patjetër përfaqësues të mazhorancës, besoj do i kemi nesër, po tema e referendumit është temë shumë interesante. Jam dakord deri diku me Klementinin që thotë se është Rama kërkon të hapi një tjetër narrativ, sigurisht bazuar edhe në faktin që midis gjërave që janë thënë dhe gjërave që realisht janë ka një diferencë shumë të madhe në këto 3-4 muajt e fundit, qoftë me rastet e hetimit Spakut, qoftë në mënyrën si ka reaguar në kombëtarët. Thash në fillim programit u tha janë bllokuar negociatat, ndërkohë Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian pak ditë më 2-3 ditë më parë, 4 ditë më parë, nuk e di, miratoi rezolutën që e mbështet. Do ta shikojmë kur të votohet në parlament, po të panë Komisioni i Jashtëm i drejtuar nga zoti McAllister dhe të gjithë temi europarlamentarët, edhe ata që takojnë Berishën, votuan pro. Pra ka një disproporcion midis realitetit dhe asaj që dëgjojmë në ekrane apo në reagimet e zonës Tabaku. Por nga ana tjetër sigurisht është dhe risku i madh që te kjo paketë mund të futen dhe gjëra që mund të prekin gjëra që s'duhen prekur. Referendumi është paktën siç shifet ky referendum që i priq. Dhe me siguri do të jetë një realitet. Referendumi për mendimin tim ka frontin e parë, ka në raport me qytetërimin evropian. Do me thënë, një referendum rikonfirmon dëshirën, vullnetin, gatishmërinë, orientimin për në Bashkimin Evropian. Po s'ka asnjë agjendë politike thuhet e brenda? Dhe duhet të jetë më i sinqert kryeministri te kjo pjesë ta sqaroj pak për te agjendës së integrimit. Më falni, me siguri që ka agjenda politike, padyshim që ka agjenda politike. E dyta është një riforcim, reinforcement i kësaj që quhet, si me thënë, shteti shqiptar. Vim nga një situatë e vjetër, thuajse nul për para Evropës dhe për para perëndimit përgjithsisht, vim nga një situatë kur na kanë paragjykuar, padyshim, por edhe ne kemi pasur probleme shumë të mëdha, dhe ndodhemi në një situatë kur bëjmë çfarë është agjendë politike, çfarë duhet të them, e shikojmë drejt në sy, apo se shikojmë drejt në sy, Shqipëria tashti është vendosur në një moment, si thuash, se them as rrezik, as pikpyetje, as gjë për gjë, po nuk duhet që si zgjedhje këto që para mënyrë dhe para konfirmimit politik i mazhorancës. Më fali? Te ky referendum. Për te çfarë do votohet? Jo, desha të them që është një moment kur njerëzit e shikojnë sa në mes të Europës dhe të Amerikës, sa pro Amerikës dhe me një kurriz pak nga Europa, sa me vështrim nga Europa dhe pak me kurriz nga Amerika, e tjerë, varet se si e diskutojnë, kanë të drejtën e tyre, përderisa duket sikur ke një gjë të pa përcaktuar mirë. Dhe ky referendum bëhet për arsye të një përcaktimi shumë të saktë të qëndrimit tonë në kontinent, qëndrimit tonë me alatët, qëndrimit tonë pro-europian. Për të kuptuar këtë gjë, shikoni vetëm vibracionet e politikës kosovare. Në Kosovë, politika po vibron jashtëzakonisht shumë. Po vibron dhe në fundit me dashje pa dashje, njerëzit krahasojnë me ne. Krahasojnë sepse jemi një njëjta gjë dhe kanë të drejtë të krahasojnë. Dhe ndërkohë mbajmë një lloj përgjegjësie, dhe ndërkohë jo vetëm përgjegjësi, po hidhen dhe si thon stërkala ndaj nesh, ndaj dyshime. Këto të gjitha këto, një referendum shqiptarësh në Shqipëri, padyshim që i riformaton, i risjaron, ose të paktën i jep të drejtën shtetit shqiptar, parlamentit shqiptar, kryeministit shqiptar të flasë ndryshe dhe me garanci sepse e gjithë projekti është për të shkuar në Bashkimin Evropian. Përsa i takon projektit të brendshëm, padyshim që është problemi i drejtësisë. Pra e thoni që do një referendum i cili do tentoj të sqarojë dhe do më thënë, do sqaroj mes pushteteve? Shiko, s'është thjesht për t'i sqaruar, më shumë se sa për t'i rivendosur, sepse reforma në drejtësi realisht edhe për ne që jemi jashtë sistemit drejtësisë, ka plot probleme. Ka plot probleme në raport me
qoftë edhe me anë diskutim që po bëhet në Itali. Do të thënë ç'është prokurori, ç'është gjyqtari, ku janë kufijtë e tij, a do jetë prokurori dhe gjyqtar në një moment caktuar apo do jetë tërjetën prokuror, gjëra që janë më të thjeshta. Cilët janë kufijtë si thoshte ekzekutivit dhe të legjislativit me drejtsinë, jo vetëm me drejtsinë, po duhet vendosur kufi edhe me ushtrinë, sepse ne realisht jemi ushtria e NATO-s. Por në qoftë se sot në një referendum ti e le të hapur derën që të ketë një grup shteti nga ushtria, atëherë çupa. Domethënë ne kemi plot gjëra në konstitucionin e shtetit, kemi plot probleme të cilat ku hyn era. Domethënë nuk ka një ngjitje të tyre. Në raportin e vetë maggjorancës, më falni se e mbarova, në raportin e vetë maggjoranca unë nuk e kuptoj, nuk e arrit do ta kuptoj përse ç'a do më shumë forcë Edi Rama në maggjorancë. Është e pa diskutueshme që e ka të fuqishme maggjoranca. Por ka një problem të madh që tani kjo nuk e di se kush ka defekt, po janë përqendruar e djatha dhe majta në të njëjtin gjë. Opozita dhe maggjoranca në të njëjtin gjë. Dhe ky është problem shumë i madh. Kjo është një gjë që ndahet në referendum. Vetëm një fjali, nuk kërkon pushtet më të madh se çka, kërkon legjitimitet për ato që do të propozoj në referendum. Okej. Dëm sa më shkurt, lutem. Shumë shkurt. Duke dëgjuar pra këtë diskutimin për referendumi dhe sidomos duke fokusuar te çështja e drejtësisë që ndoshta mund të jetë temë, pra ajo nuk e ka përmendur zoti Rama, po ndoshta. Themi që duke hamendsuar dhe po spekulojmë pak këtu, po bëjmë një lloj logjike. Spekulojmë, po hamendojmë se sa kohë dim që nuk dim që akoma. Kujtojmë një lëvizje të Partisë së Agron Sheajit, e cila çoi, siç thanë ata, 100.000 firma të shqiptarëve në një peticion pra në Amerikë, pra në Kongresin Amerikan apo Senatin. Kongresin Amerikan duket. Tani, sigurisht, ne nuk mund të krahasojmë e ta quajmë kundër lëvizje këtë të Ramës, nëse do jetë, sa gjithmonë jemi në rangun e një lloj imagjinate këtu, në një farë mënyre, pra çfarë mund ndodhi. Pse s'mund ta quajmë kundër lëvizje, sepse po të shikojmë numrat, 2 deputet zoti Sheaj dhe 83 zoti Rama, duket sikur s'ka sens. Po do ta them mendimin tim fund. Duket sikur s'ka sens që të ketë kundër lëvizje ndaj Partisë Mundësia të Sheajit, pra. Por kur vemi pastaj tek çështja jo më numerike, por te legitimiteti që tha zonja këtu pastaj kemi unë mendoj që ka sens ta shikojmë edhe kështu. Pra ka një trend, ka një lëvizje që shqiptarët edhe që demonstrohet edhe në sondazhe, se nuk ka nevojë fundja fare që të kishim këto firmat peticionin e zotit Sheaj, po në sondazhet që janë bërë rregullisht, pro spakut, pro drejtësisë së re, me radhë që janë bërë rregullisht, dhe diku 70%, nuk e di diçka e tillë, pra në këto shifra. Ka ndryshuar, po ka qenë ashtu vërtet. Gjithsesi ka qenë aty, dhe që tani ti mund të kesh vërtet 83 mandate. Po nuk mund dalësh kaq kollaj kundër 70% të shqiptarëve që janë në një farë mënyrë e thonë ka probleme drejtësia. Vetëm të del matematika kështu se. Por mund të kesh dalësh kundër 70% që të kesh 83 mandate. Se mund të jetë pak më ndryshe çështja. Jo, okay, po e kam fjalën këtu. Domethënë është çështje legitimiteti. Nuk mundesh dot që të përdorësh 83 mandatet për të ndryshuar një sistem drejtësie kaq kollaj. Pra do duhet vota popullore. Që shqiptarët janë shprehur kur janë pyetur që e duan shumë se sa nuk e duan. Kështu që duhet gjetur një zgjidhje, dhe zoti Rama me sa duket po përpiqet gjejë një zgjidhje që ta legjitimojë. Kjo është racionale pastaj. Kjo është racionale. Klementin, faleminderit shumë, faleminderit Aulanda. Rezark, nëse ti kisha thonë në këtë debat i cili nuk mbaron, në fakt jo ajo e Berishës. Berisha dihet. Ekzekutoi dhe Salianin dhe tani është në referendum vetëm për veten e tij. Shihemi nesër në orën 8. Deri atëherë mos u ulë balla, natën e mirë.